Klubi Letrar Artistik në gjurmët e Dodonës në ditën kombëtare të rinisë organizoi shpërndarjen e çmimeve të fituesve të konkursit të poezisë shpallur enkas me këtë rast. Në bibliotekën Vexhi Buaraja organizuat ceremonia e shpërndarjes së çmimeve ku ishin të pranishëm përposë drejtuesve të klubit, antarëve të klubit Letrar Artistik në gjurmët e Dodonës, përfaqësues të pushtetit vendor, drejtues të zyrës arsimore vendore, qytetare të tjerë. Në çelje të aktivitetit, koordinatore e klubit Letrar Artistik në gjurmët e Dodonës, Griselda Allushi, theksoi midis të tjerash rëndësinë e veçantë të organizimit të një aktiviteti në një ditë të tillë. Mirë se erdhët në edicionin e parë të Festivalit Poezia për të rinj, organizuar nga klubi Letrar Artistik në gjurmët e Dodonës. Është kënaqësi e veçantë që sot në ditën e rinisë të jemi të gjithë së bashku për të festuar fjalën e lirë, talentin dhe zërat e rinj poetik që e shohin botën me sy më të pastër, më të butësimshëm dhe të plotë ndjeshmëri. Në fjalën e saj, presidente e klubit Letrar Artistik në gjurmët e Dodonës, Ana Tisi, falenderoi të pranishmit, falenderoi bashkinë për mbështetjen edhe falenderoi jurinë për vlerësimin prestigjioz, falenderoi gjithashtu edhe të ftuarit special, shkrimtarin e njohur Besnik Mustafaj dhe poetet antikonformiste Mimoza Ahmeti dhe Rita Petro. Vlerësim, një radhë të parë se janë 3 figura shumë të shquara, një vlerësim shumë i madh për ne. Ndjehem tepër i kënaqur që i kam sot këtu. I admiroj dhe vetë personalisht të 3 figurat. Besoj që janë motivim, inspirim për brezat e rinj. Është nder, është privilegj. Mendoj që të gjithë duhet të fillojmë nga pak të japim suportin tonë për të rinjt. Ashtu edhe më të mëdhenj. Aktori më i njohur Dritan Boriçi ka interpretuar disa poezi fituese në këtë konkurs. Çmimi Triptiku i kujtesës. Mendimi i parë që më erdhi në mend kur të pash për ndritje që ndihesh në sy që ky. Si shpëton dot oraku. Ishte shkruar që ti të vije me flok harlisur me pak të bardhë. Një mendje në duke djallëzore që veç djallin s'përqaf. Në ditë si ato që si jetuam, po që historia shkruan, tamam si vrati lëndinave kur me zor të gjeta me zbarit të njohën, që shtri tutje deri në mezindukje. E ne luajtëm të pramsheti deri në muskun e parë të pramverës së vonë. Deo me aromën e freskët të lule pjeshkëve. Dallove me zdegësh qumështorin që të vodë në frymë. Saj sa herë të kishte ndalur për mua e ti më thoje, qka fëmija që shfaqet si me magji? Unë të luta të dëgjoj, diç të përshpëriti në vesh, tim profe, si në ëndër me sperme, u ktheve me një krap metalesh, më preke dorën si kur sa po të kishe shkuar në masë. U solle rrethe qarë si një gripë. Ajo ku zbrëmje rasi qagon të këty në njëzë. Pak dritë e vagu dhe pak muzikit. Sytë rënduar nga tingujt në heshtje, shquan të kuqin e buzësime dhe prapsesh si luftari munda. Tis një e tjetër pos vegimit të mezidukshëm. As lule shumët që bini në rrës qafë, e di që sjeta, shirat zderdhen bine ujtën, e tash me angeli në rokullim, një bardezit pa form që veçtia që pëndoje në gjyra, si vrapi lëndinës që shkrumbon vjeshta, e ti profe për të disatën heri të rabu. Fjallet e gëzojnë jetën, ditë që si jetove të. Më pas gjatë aktivitetit u shpallën edhe fituesit e konkursit në ditën e rinisë. Kanë qenë 9 çmime, të cilat kanë pasur një gjeografi të gjerë shpërndarje nga Shqipëria dhe nga Kosova, ndërsa çmimin special e kanë marrë shkrimtari më i njohur Besnik Mustafaj, si dhe poetet Rita Petro dhe Mimoza Ahmeti. Siç e theksoi dhe presidente e klubit Letrar Artistik në gjurmët e Dodonës, zonja Ana Tisi, për gjatë vitit 2025, ky klub ka organizuar një serë aktivitetesh që startuan me aktivitetin në ditën e gruas në 8 mars për të vazhduar me konkursin për piano dhe violinë në muajin qershor, me aktivitetin në ditën e shenjtërimit të Nën Terezës në muajin shtator, konkursin në ditën e botërore të paqes dhe për të përfunduar me aktivitetin që u zhvillua sot.
Të ftuar special në aktivitetin e sotëm, shkrimtari besnik Mustafaj, si dhe poetet Rita Petro dhe Mimoza Ahmeti, u shprehen të impresionuar për pjesëmarrjen e tyre në këtë aktivitet. Është një veprimtari shumë e bukur, shumë domethënëse, sepse është në shërbim të letërsisë, është në bibliotekën Vexhi Buharaja, është në qytetin e Beratit, pra janë të gjitha elementet që më bëjnë të ndjehem shumë i nderuar. Ky ishte një konkurim shumë i dobishëm, përveç se tepër i këndshëm. Bukuria fillon qysh nga Berati, që ka një arkitekturë të veçantë, që është arkitekturë ftuese, dhe vazhdojmë tek biblioteka, ku drejtuesit e saj na pritën me shumë dashuri. U njoh me shumë tekste të autorëve të rinj, të cilat kishin cilësi dhe dashuri brenda. Është një kënaqësi e madhe që të jemi këtu në mjedisin e bibliotekës Beratit dhe që bëhen aktivitete vërtet jashtëzakonshme, po sot ishte diçka akoma më jashtëzakonshme, sepse pikërisht në një ditë të shënuar si 8 dhjetori, dita e rinisë, bëhet edhe ndajet edhe çmimet pikërisht për krijuesit e rinj.